Aktivisti i Zigulelos kulmoi në luftën e Vlorës vitin 1120. Atëherë kur siç e thot dhe historia, kur u mblodhën burrat e Rapi Beunit dhe do niseshin për luftë, po sipas traditës dhe zakonit atëherë ata do të niseshin si për tasën. Dhe Zgulelo me ato dhuntit e tia, kur u mblodhën komisioni dhe zgjodhën, dhe i thot Osman Axhiu, Zigur thot ty të kanë zgjedhur, thot këtu, thot komandant, thot Ziguri thot kas më kthina djem trima dhe burra s'kan, thot që ta komandoj, po se unë jam moshatar, ishte 54 vjeç. Pikrisht ta djem trima dhe burra s'kan kanë besuar ty, thot. Dhe Zgulelo duke parë shpatullën, ashtu si mjeku që shikon radiografin, thot, kjo, thot, në Vlora është jona, nesë në trarë dilli, thot, kot do ta marrëm dhe unë do vritem. Dhe ajo vran kot. Dhe i thot, Selam Musaj, u trëmbe Zgulelo. Jo, thot, nuk trëmbe Ziguri, thot, dhe unë gritë, mori shami dhe aty improvizoj një këngë. Qaj me det, moj Vlora jonë, me pamporre, me balon. Italian na sulmoj, thot, po ti mos u trëmbojzojnë se ke djem që së lëshoj. Dhe kështu ndodhi vërtet. Atë mëngjes, të 5 qershorit, Ziguri ishte nga të parat që u hoth dhe u vra. Dhe aty mbi varrin e tia, Azbica në Mavrova mbajti një fjalim, dhe kur erdhën në qeta në Trashovic në hanin e Javlamse që ishte miku tia, u shtrua një llom, siç thoshte një përkujtimore, dhe kur pyeti Javlamse, thotë kjo është për nderin e Zgulelos, dhe aty përsëri plasi kënga që u përjetësua. Mato Hasani, brati që ishte edhe komandanti i qetës, ishte edhe një poet dhe një rapsod brillant, aty për aty sajoj këngën. Që i thotë për kotën, që thotë ranë komita dhe kotë të ratot, vra Ziguri në port, trimi Zigulelua, në Beun kur unë isposhtë të tekje në shpatull e pa, do të zëm kotin si zok me shokët bënde shaka. Sepse e vërteta është që nuk ishte një betej që do të bënte një burë, po ishte një betej që e bëri bashkë me shokët. Se ashtu i thot dhe kënga e popullit, trima djetës po kënjo se që bën lakaratot, po thot dhe bolenës Allalit pëqotho që dha besën e sundatës, që ishim gjithë bashkë. Lapidarin në qendër të fshatit ka të mishkruar emrat e 15 dëshmorëve të tij. Vetëm nga njëti fismuruaj dhanë jetën 5 prej tyre. Dimri i vitit 1944 në fshat do të mbetet si viti i kasapanës së madhe. Në shkurt të këtij viti, nga ky fshat u pushkatuan 9 antar të qetës territoriale, prej kushtuesit gjerman. Gjaku i 14-15 vjeçare skuqi rrugët, por shtoi edhe më shumë urrëtitjen për kushtuesit. Aty tek varrezat e fshatit, ata janë vendosur me kujdes dhe me respekt njëri pas tjetrit, prej bashkëfshatarëve të tyre. Jemi këtu në varrezat e fshatit Bashaj. Si që shikoni, tu janë 9 varre, njëri mbas tjetrit. Nuk janë të një familje, janë të një fshati, janë 9 viktimat e këtij fshati të rënda të vrarë nga dora e armikut e Gjermanit në 1944. Viktimat të cilat fshati i ka marrë dhe i ka vendosur në kujtim dhe në nder të tyre për të më mbrapa për të ndërmarrë nismat për të shpallur dëshmor. Ishin pjesëtar të qetës territoriale. Po. Dhe në interes të luftës të brigadës parë dhe të pestë, që luftonin në front, ishin edhe qeta e fshatit ton, kupton, ku pjesëtar ishin edhe këta të 9. Po. Atje. Me kalimin e kohës, armiku mori informacione për veprimtarinë e këtyre njerëzve. Dhe si ndërmori fushat Gjermani në hakmarrje të atyre dëmeve që u pësoi në luftën në Vlorë, organizuan një fushat, me thënë, me spastrimi nga zbritën në Brataj, nga Brataj edhe me Treqikla në Brataj, dhe u hodhën në Mesaplik, filluan reprezalet edhe në Mesaplik, dhe pastaj, sipas informatave që kishin, ata bën një njoftim më përpara,
që pjesëtarët, burra, të armatosur, që janë në boder të mos lëvizin nga shtëpit. Se ndryshe, ne do djekim shtëpit. Këta ishin banor të gjithë të lagjes boder. Të gjithë të lagjes boderit. Po. Erdhën në mëngjezin e vitit e shkurtit 1924 në boder dhe vajten në shtëpitë e të parëve, morën 4 vetat e parë dhe vajten të një vend që quhet më shumë i ngritur, kula e boderit quhet ajo. U kishin lidhur syt, kishin lidhur dhe duart. Domethënë ai ishte një mashtrim që kishin bërë, rrinin në shtëpi se nuk u bëjmë gjë, domethënë po do të thotë. Për mos u larguar, se do të djegim shtëpitë. Dhe ata për mos djegë shtëpinë, ndonjën vet aty. U arrestuan aty. Edhe ishte një djalë 11 vjeç, ishte vllahim, ishte atje 11 vjeç ai. Ato do ta filmoni atje. I thonë gjermanët ja bën me dorë, ik. Edhe ikën me vrap ai dhe është një shtëpi, kushërit tanë janë ata atje, një 500 metra. Vete u thoti gjermanët kanë arrestuar, thot, xhaxhajin e time, xhaxhajin tjetër, kupton e këtë Barjamin, këtë Seferin. Edhe Damo. Damo që? Damo. Dalën nga shtëpit dhe dëgjojnë krismat e armëve, bam, kur vinë aty, ishën të 4 të shtrirë, kupton, me gjak, atëre vu në lërimën në njerëzit e u njoftuan, kupton, erdhe i morën. Pasa ata shkuan shtëpi më shtëpi, derisa gjetën edhe të fundit, do me thënë që në një gryk atje, këtë amitaj, e pushkatuan atje, edhe sot e kësaj ditë atje është një qivur prej Guri. Ne morëm iniciativën në vitin 17 që këta të shpalleshin dëshmorët atë dheut. Dhe dërguam, i bëm gjitha dokumentet e duhura, i paraqitëm në prefekturën e Vlorës, dhe ajo i ka dërguar dhe ata sot janë për shqyrtim në komisionin për katët të ministrit. Mbrojtjes që këta të shpallen dëshmorët atë dheut. Dhe shpresojmë, me shpallot dëshmor, ju do vini prap këtu. Po. Ti filmoni. Piloti ke të afërmit të tu këtu? Jo. Mustafan unë e kam të dhanë në nënës. E ke dalë, po? Po më këtë këshirë parë. Po? Unë mori vesh plakë që vranë Mustafan e Damon, se në shë shpinë. Mamën të pak ishë babaj, dhe i kunati babajt. Po. Erdi, x person nuk rrëse me 2 Gjermanë. Plaku ishë shpinë përëndë. Plaka, halla, Ja, të shikojmë se në presën dhe njështë të tjera atje. Foj, një të marë mua më në futbol gjak. Një të marë baban edhe atë burri halës, një 30 metrë më tej, një lidhë qytë, i vranë. Si shukësena dhe pasaj, gjerë razit qelami. Po, E vranë, pa ditë. ty të pushkatuan nga njërës të tu, Dajon E baban. dhe babajnë. Po, Po. Jemi këtu në shtëpinë e Gjysho Muçaj, një familje nga fshati Bashaj, familje nderuar, familje që i përket gjithë brezit që ka përjetuar jo vetëm luftrat, por edhe ndërtimin, edhe vështirësitë e kështu me radhë. Me Gjyshon do në bizetojmë për tragedin të themi ose kasapanën që u bën në shkurt të 1924, si në shumë vëndet tjera edhe në Bashaj, ku këtu u vran 9 djemë të këtij fshati nga dora e Gjermanit. Gjyshua ka qenë dëshmitar, ka qenë 11 vjeç dhe do të na flasë se si e ka parë atë ngjarje, kur i gjeti vëllezërit e tij, shokët e tij, i gjeti të mbytur në gjak, dhe njerëzit e tij i gjeti të mbytur në gjak dhe imagjinoje në ato momente, në atë moshë 11 vjeç, të shikosh njerëzit e tu të shtrirë dhe të mbytur në gjak. Është e rrallë kjo ka ndodhur në shumë fshatra dhe zona, sepse armiku ishte gjakatar dhe gjak donte, që në fshatin tuaj në një ditë ka vrarë 9 djemë në fshati juaj. Dhe që me sa bizetova me Petrefin, me
Agimin me këta, ata janë propozuar që të shpallen edhe dëshmorë. Gjë që është një gjë që duhet ishte bërë dhe duhet bërë patjetër. Ne kemi rrethoni kohë kërkuar e bërë si e bën atë punë si Ajo do bëhet dhe shoqata i ka bërë dokumentat. Tash se dim. Ju keni qenë dëshmitar në atë ngjarje. Do më tregosh kronologjikisht se si i ke parë, si ka ndodhur dhe çfarë përjetove ti në ato momente. Ajo ishte një ditë, keshëm e boder atje, me Xhaxhan keshëm sabaktine dhe keshëm bashkë me një retje Sefer Nureddini dhe ajo vra ditë atje. Edhe u bë një mbledhje atje. E tha nesër do dorëzohet nga një njeri, nga një në fshat, edhe të tjerë le të rinë pranë shtëpive. Ashtu bë ajo. Ata që ndonjën aty 5-6 veta u pushkatuan dhe një. Pra kjo ishte i kurth, ishte një... Ata që vanë ju dorëzohen, shpëtuan ata. Edhe kështu ndodhi qyteti. Dhe Xhaxhai ndonjë aty me ato bagëtitet, ato tjerë, kryetari i Këshillit Frontit Sefer Nureddini, burri i nderuar, ai prit se furnizues për gjitha eri i shkëlqyer. Edhe ai ndonjë në shtëpi. Edhe vate i vëllai ju dorëzua, edhe ai ndonjë aty. Rrotullo atje pasaj herë gjermanët, shoqëror me Baldisa ko kishin ata, ko diu kështu po gjermanët ata. Kështu qyteti. Në ato moment rrotullon atje, arritën ata. Kishtë kapur dhe janë dy me poshtë, kapën dhe Xhaxhan, morë dhe atë, edhe unë vetët e një shtëpi e Xhaxhait, babajt e Xhaxhait tim atje. Kështë shok njërin moshatare dhe ata hikur gjithë ato gratë, edhe më thënë, edhe në ato moment që morë e lartë, e zorë ta. Morë dhe Xhaxhan, e kënë marrë dhe dy tjerë, u lidhën sytë me Shami, kishën lidhër, edhe lidhën sytë me Shami dhe në zorë në qafishtë e kështu. I kam vajtat e ka jo, që gjeshe babajt, i thashëm kështu i pash ata thash. Dele hyra, jo shketa dele hyra. Pa kur pas, i mori kësë në poshtë, 1-200 metra me gropalja atje, i kishë pushkatua. Gjoj pushta jo dhe me vrapa jo dhe unë. Me vrap me pushëri tjetre, dy vajzat e asaja, dha me gjemi të të qëpë. Të pushkatuar në vajzani. Çfarë përjetove? Si tu duk vetja në ato momente, si ndjeve veten? Kaluan kaq vite, jam bërë ande që kam pjede brigaderit e nga do që rëdullonesh, duhet vej atje të këthenesh mas dite, para dite, tak në atë vëndin e njajës atje. Ku i pashe, ku i kështë pushkatori, hojnë 200 metra më poshtë atje në këshuar, i kishë pushkatuar. Tu në shtëpine Gjysho Muçaj, kemi edhe zonjën e shtëpisë. Je zonjë në Navaja. Je zonjë sepse si kudo edhe këtu të rinjt kanë ikur në të marrë të tyre. Kuptohet. Sa fëmijë ke? 6. Të rojnë. Ku i ke? Po, një kam ti kur thonja, 2 në shim kanë i këtu, i kam Shqipëri. Këtu në Shqipëri. Kam 3 qupa 3 dim. Të rojnë. Je vetë ti me plakun këtu? Jam vetëm me plakun, po kemi njërë djemë të qupat këtu na kanë respektuar, na kanë ardhur. Na kanë lënë vetëm. Po. Bereqaves. Si ju duket jeta këtu në Bashaj? Jeta e mirësh, po do njërës. Do njërës? Atë keq. Lodhesh me punë të shtëpisë? Jo, qarë lodhesh, u bëj kush e di unë. Bëj për ditë në Sa vjeqe je? Unë jam 82 vjeqe. 82 vjeqe. Vuan nga ndonjë sundje? Jo. Kam qenë qikë nga syri, kështu syri nga kam përruar mirë ja, nështi. Shumë mirë. Ja, shumë mirë. Po... Kam punuar, kam punuar në kooperativ, kam qenë shëmbëllore me flamur. Kene i flamur në tregosh? Jo, se këtu. E po mos në mburë që ke qenë. Jo të mburë vete. Pastaj jo, me sa pashur ke pas në burë i brigadier e të ka majtë me atër. Jo, s'ka qenë brigatë. Apo s'ka qenë brigatë. Ato, ishtë tip tjetra, i se ishe pra. Se ishe, ati pandaj hëngri, ka që vite kooperativ brigader. Me gjithë atë e ka kryuar vetë atë. Si të duk jeta në kooperativ dhe si është tani? Shumë e mira. Shumë e mira? Më duk në kooperativ shumë e mira, shumë e shoqëruara, shumë e dashura, shumë harmoni, këngë zjafet. Atje eshën boder, po këndojnë me haj, me pime atë që keshën, po
Jeshëm të qetë. Dhe tani mund të këndosh, pse çka? Po s'kam njerëz, është gjëmi njerëzit. Dërgohu ditë të vinë, se këndojnë më mirë ata. Mirë kur vinë këndojnë ata, po. Sa i kish kush këndonte këtu, e kush dhe prante ka marrë një radio aty dhe ka këmbë të labe ajo, i dëgjoj unë si i dua. Bashkëpunëtor të këtij emisioni, këtij telereportazhi, ishte komisar Petrefi, ishte profesor Agimi dhe Pilu amiku ynë. Kuptohet që kënaqësia ishte e përbashkët. Si ne që erdhëm këtu, por edhe këta që na shoqëruan dhe erdhën në vendimjen e tyre. Petrefi këtu ka ardhur derbabe, i themi. Në vërtet, derbabe. Dhe fëmia kur vjen në derën e nënës dhe babat ndihet është më i lumtur. Bile bëhet fëmijë. Këto janë çastet më të bukura dhe më të ndjeshme që ky mund ndihet tani. Dhe unë për këtë dua ta pyes. Si ndihesh këtu ku të ka bërë koka bam? Komisar. Si ta them? Si që ndjen, ta thuash? Shumë i prek. Shumë emocion. Unë kam ardhur te vllai. Ne të dy prindit i kem patur këtu. Mosha bëri të vetëm, njëri pas tjetrit ata ishin. Po, këtë e kemi patur edhe këshilltar, edhe edukator, të gjitha gjërave, edhe për edukatën. Ne kemi qenë më të vegjël. Ai na ka mbajtur afër, edhe na ka ndjekur kudo që kemi mbajtur neve. Kur unë ika në shkollë në Tiranë, ky më ka ndjekur, më ka çuar deri në Rogozhin, te treni. Sezon që para të morë në tren. E mbaj mend si tani. Edhe janë kujtimet pashlyeshme. Jo ushtarak, po deri lot ushtaraku do thotë që ushtria është shpartalluar. Ishte burr fjalë ëmbël, arab zgjuri. Ndjenjat çajin dhe shkollën. Ishte me emër, ishte mik i gusht i vjerrit tim Bexojlazit, bashkë këngën, bashkë raken, bashkë vallet. Edhe u pregate u. Bashajt janë arsimdashës e këtë e tregojnë edhe statistikat që ne po lexojmë. Nga ky fshat kanë mbaruar shkollat e larta rreth 70 bijë dhe bija. 6 prej tyre mbajnë tituj dhe grada të ndryshme shkencore, akademik dhe ushtarak karriere. Dua të pyesë dhe zotin Petrefi. Njerë u fanera një personalisht, bashkë me kameramanin, që erë në zonën tonë, dhe do e bëni të njohur edhe në të gjithë atë territor që përshkon në televizioni juaj. Si që tha dhe profesori, ne ndodhemi në Matoruk. Bëm pjesë në krahin e Smokthinës. Vetë Smokthina është shumë e lashtë, shumë e vjetër. Ka qenë e populluar nga fiset Pelasgo Iliro e Peote, por që komandën ose ligjin e bënin E merë Apollonin këtu apo jo? këta e plotës amantët bënin ligjin. E duke qenë se po ta shikosh këtu, tereni jonë, ka qenë shumë i pafoshëm për zhvillimin e luftimeve në shekuj. Këtu kemi malin Tartar, Qepinin, Pogonica, edhe në këtë territor janë zhvilluar 3 luftra të mëdha. 1831-in, 1431-in, 1492-in dhe 1535. Them që ky teren ka qenë aleat në të 3 luftrat që u bën. Ky ka qenë aleat i popullit, i kryengritësve që ishin, sepse të gjithë zona fushore që janë këta vëndësërimin e gjenin në Qepin. Dhe në Qepin kemi dhe një
toponim që quhet shkalla e Turkut. Sepse Turqit sulmojnë nga poshtë lart. Kryengritësit nuk kishin mundësi që të zhvillonin luftë frontale. Ata zonë grykat, edhe siç thuhet atje te shkalla e Turkut që mori këtë emër, kryengritësit kishin marrë një zinxhir nga anijet, edhe litar, kishin lidhur gur të mëdhenj dhe i lëshuan nga lart poshtë që bën kërdin të Turqit. Prandaj edhe ajo u quajt shkalla e Turkut. I vend si fshat Bashi ka qenë dikur afër lumit, buz lumit. Dhe kemi një territor që janë Gërmallat, që është zonë arkeologjike, ku ka banuar stofiset e hershme. Aty gjenden gur mermeri me lartësi deri në 1 metër, gjenden tulla eksakte me përmasa 60 me 80 dhe furra që i pjekur tulla, tjegulla edhe poqeria. Ndërsa për përtej është kalaja Boderit, kala qytez, e cila bashkë me kalan e Serjes, besoj janë të vjeçarit të dytë para sëre, të cilat kanë patur lidhje me Amantjen, Serja, Boderi, Amantja, Kanina. Ekonomia edhe e Bashajt mbahet në blegtorin, një pasion dhe profesion që ka prejardhje të largët, por vazhdon edhe në ditët e sotme. Jemi këtu në qendër të fshatit Basha. Pell në grykën e Smokrinës, pothuajse në rrëz të malit të Këndavicës. Fshati bukur, i gjelbëruar, sot na ka përshëndet edhe me borën e majmaleve, e cila tregon që do të jetë një dimër i mbarë dhe një vit i mbarë 2022. Urojmë që edhe banorët e këtij fshati të kenë mbarësi në punët e tyre, sepse janë njerëz punëtor, njerëz që e njohin punën dhe përkushtohen për të. Siç janë edhe këta 2 djem këtu, të cilët edhe pse në moshë të re, ku bashkëmoshatarët e tyre kanë ikur në për vendet tjera e punojnë emigrant, këta rrinë këtu, jetojnë këtu me njerëzit e tyre dhe merren me blegtorinë, e cila është edhe një ndër të ardhurat kryesore të kësaj zone dhe të këtij fshati. Si quhesh? Çfarë baktrish ke? Unë kam 300 vjet. Me këj ma? Me vllajin tim. Me vllajin tënd. Astrid, këtu në fshat, me sa po shikoj, është pak e zbrazur fshati, si çdo fshat tjetër. Po. Ka largime, ka ikje nga fshati? Ka iku shumica e njerëzve, po këtu prap ka njerëz. Edhe kthehen në verë, apo jo? Edhe kthehen, kanë rreguar dhe shtëpi dhe kënaqësia jonë është që nuk mund të themi që atyre që kanë iku ktheuni, po u ktheuni dhe i rindët toni këto që keni lënë këtu dhe sepse është një fshat se ka ndodhur që janë kthyer ishtas dhe kanë janë kthyer dhe kanë ndërtuar, po jo të banojnë, kanë iku prap, po kanë ndërtuar shtëpi të reja. Po. U dua të di, fshati Bashaj, sa shtëpi është? Pavarësisht se kanë ikur, ata janë ikur. Janë 40. Ka qenë rreth 120, 130. 130 shtëpi. 130 shtëpi. Po, Merë 40. Me kalimin e kohës u reduktua, kuptohet pas 90-s, kishte emigrim dhe migrim. Ata që ishin në emigracion shkuan jashtë vendit, ata që emigruan, shumica vajtën në Vlorë, edhe një pjesë në Tiranë. Mirë po, shtëpit i kanë këtu, të gjithë. Një pjesë, 2-3 veta më duket, i kanë rekonstruksuar, edhe mundet që të presin. Me ndërtimin e rrugës, nga Varitav këtu, që është deri në Vërmik, që është 22 km, këtu do hapet një front atraktiv, turistik, shumë i mirë. Ato që tha Astriti, duke filluar që këtu dhe zbritur poshtë në lumë dhe pastaj në shpellat e Boderit, atje vetëm 10 shpellat Boderit që janë atje, janë një mrekulli, domethënë që s'ka vatu njeri ti eksploroj. U falenderoj për mundimin që vini në këto zona këtu që nuk quhen shumë të larta, janë zona të bukura. Janë zona që sidomos fshati jonë është fshat i mirë, fshat i bukur, fshat me mal, një fshat me pyll,
një fshat me lumë, një fshat me pemtarit të mirë, një fshat që këtu lart është borë dhe këtu poshtë bëhet agrumja, portokallia, mandarina, me njerëz të mirë që është kryesorja, me njerëz punëtor, me njerëz që nuk shtiren me kollaj, punojnë punë tyre, në hallet e tyre. Gjëja më kryesore që është që kërkojnë që i parë deri tek fundit është vetëm infrastruktura. Bujaria, mikpritja, fjala dhe besa janë pjesë e fisnikërisë për këtë fshat, si kudo në Labëri, tradita të shenjta për çdo brez. Përmirësimi i infrastrukturës siç është rruga automobilistike, por edhe rrjeti energjetik dhe të jepë kësaj zone një përparësi dhe zhvillim cilësor të turizmit malor dhe ekoturizmit. Lajmi i mirë është se nga qeveria janë hedhur rapat e para të investimit në këtë drejtim. Tashmë ka përfunduar përgatitja e projektit për asfaltimin e kësaj rruge. Shpresojmë që punët të ecin për mirë. Zone thellë malore, edhe pse kështu, këtu jeta vazhdon normalisht. Fatmirësisht edhe migracioni nuk është aq i thellë. Këtu ka plot të rinj dhe të reja, të cilët në sytë e tyre shfaqen optimizëm dhe shpresë një rast i rrallë këtu në zona si kjo. Zoti ju ka falë gjithçka mund të bëj për një zonë si kjo e Smokfinës. Natyrë e larë me ujë të ftohtë dhe ndriçuar nga rrezet e arta të diellit kyç sa del mbi majat e malet. Njerëz të dashur e me shpirt e zemër të pastra si ujët e burimeve të Borës. Një mrekulli mes maleve të Smokfinës. Të dashur shikues të televizionit apo jo. Këtu ishte edhe fundi i këtij telereportazhi të nisur kyç herët në mëngjes dhe deri tani masdite. Gjëra të bukura, emocione, krenari me këta njerëz, me këtë vend, me këtë klim, me këtë natyrë. Një ditë e paharrueshme nga Basha i Smokfinës së Vlorës. Miropafshim në emisionet tjera.